Të dashur qytetarë, të nderuar pranishëm, sot dua të flas për të ardhmen tonë të përbashkët, për një të ardhme e cila ndërtohet mbi dy shtylla kryesore e vendimtare: sigurinë dhe begatinë. Pa siguri nuk ka zhvillim, pa begati nuk ka dinjitet, dhe pa të dyja nuk ka shtet të fortë. Le t'ja fillojmë nga e para, siguria. Siguria kombëtare për ne nuk është një koncept abstrakt. Ajo është reale, konkrete dhe e matshme. Së pari, shtrirja e sovranitetit në veri të vendit është një nga arritjet më të rëndësishme të shtetit tonë viteve të fundit. Shteti sot është i pranishëm në çdo cep të territorit të tij. Ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Kjo nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë e domosdoshme. Dhe jemi krenar që ja dolëm bashk të realizonim atë që të tjerët para nesh e quanin të pamundshme. Së dyti, për të siguruar se nuk ka regres tek arritjet e deritanishme. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin për ushtrinë, duke forcuar kapacitetet tona mbrojtëse dhe duke e bërë forcën e sigurisë Kosovës një ushtri me armatim modern. Këto janë arritje konkrete të cilat e rrisin sigurinë e qytetarëve tonë dhe besueshmërinë e shtetit tonë. Por natyrisht ne nuk ndalemi këtu. Në mandatin që na pret, do të investojmë edhe 1 miliard euro të tjera në armatim dhe pajisje moderne ushtarake, ashtu që kushdo që mendon se mund na sulmoj, të mendoj 2 herë, e kur mendon 2 herë e lën krejt. Do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe dronëve, duke e kthyer sigurinë edhe në motor të zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe industrial. Kjo do të thotë vende të reja pune, transferim njohurish dhe rritje e kapaciteteve vendore. Do të fillojmë programin Do të fillojmë programin e rezervës vullnetare në kuadër të planit për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Secili e secila që don t'i dalë në mbrojtje vendit tonë do të përfshihet në trajnimin bazik ushtarak dhe do të ketë armën e rezervuar personale të ruajtur në kazermë. Dhe në rast të mobilizimit, secili e secila do ta di vendin se ku duhet lajmërohet për të marrë armën dhe cilat detyra do t'i ketë. Mirë po, siguria kombëtare. Mirë po, të nderuar të pranishëm, siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm në mbrojtje ushtarake. Siguria është edhe energji. Pa energji të qëndrueshme nuk ka ekonomi të fortë.
E pa ekonomi të fortë nuk ka pavarësi e sovranitet të qëndrueshëm. Andaj, krahas investimeve që bëjmë në energji të ripërtrishme, për ta ulur ndotjen, ne do të ndërtojmë kapacitete të reja energjetike, duke i shfrytzuar edhe resurset tona të linjitit me teknologji moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Kjo është rruga jonë, të përdorim pasurinë që kemi me mençuri dhe përgjegjësi për ta siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike dhe njëkohësisht për ta mbrojtur mjedisin jetësor. E siguria nuk është vetëm mbrojtje dhe energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij, për bujqësinë e për industrinë. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja. Këto 5 diga të reja do t'jenë në Kuqic, në Pollot, në Dragaqin, në Firaj dhe në Desivojc, e të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të rrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. Shtylla e dytë, begatia. Siguria që kemi ndërtuar është themeli mbi të cilin po e rrisim begatin. Dhe begatia nuk është premtim, ajo është tashmë realitet i matshëm. Kur e morëm përgjegjësinë për ta udhëhequr vendin ton, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliard euro. Sot me punë të ndershme dhe politika drejta ka arritur në 11 miliard euro. Ndërka që projektojmë që vitin ardhshëm bruto produkti vendor të arrijë 12 miliard euro. Për secilin vit të qeverisjes ja kemi shtuar nga 1 miliard euro ekonomisë së vendit tonë. Kjo rritje ekonomike nuk ka mbetur në statistika. Ajo është përkthyer drejt për drejt në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familjet. Ndërsa qeverisja jonë e mirë është garancia e vetme që ekonomia do të vazhdojë me rritjen, me trendin e njëjtë e bashkë me ekonominë të vazhdojnë të rriten edhe pagat, pensionet dhe mbështetja për familjet. Pikrisht duke u rritur ekonomia e vendit ton, me neve në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banori do ta tejkaloj vlerën 10.000 euro. Paga minimale do të vazhdojë të rritet çdo vit, ashtu siç kemi bërë gjatë këtij mandati, kur pagën minimale që e gjetëm 130, përkatësisht 170 euro, në vitin e ardhshëm e sjellim në 500 euro dhe në 425 euro qysh me 1 janar 2026. Ky trefishim i pagës minimale është një ndryshim historik që e ka rritur dinjitetin e punëtorit. Edhe paga në sektorin publik gjatë mandatit ton kanë shënuar rritje mesatare prej 47% dhe kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Ju e dini që pensionit i kemi gjetur 90 euro dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin ton shtetin e parë në rajon
ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdoj bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale. Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta shqirimtare dhe përveç rritjes së beneficionit do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtozon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë. Shtesat për fëmijë i kemi gjetur 0 euro, që do të thotë se nuk i kemi gjetur fare. Sot ato janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Ndërka që mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë. Pra, në mandatin e tanishëm nga 0 në 45 euro dhe në mandatin e ardhshëm nga 45 në 90 euro për fëmijë. E të dashur qytetar, me këtë rritje do të lëmë prapa edhe disa vende të Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i nisëm shtesat me 107 euro në muaj, pastaj i rritëm në 325.9 euro si vjet, ndërka që në fillim mandatit ardhshëm do t'i bëjmë 500 euro në muaj për 6 muaj, sepse aq do të bëhet edhe paga minimale në vendin tonë. Pra, 6 muaj nga 500 euro bëjnë 3.000 euro për secilën nën lehon të papunë, përveç shtesave mujore për fëmijët që jipen në emër të nënës, përkatësisht në gjirë llogaritë të nënës. Kjo pra, të dashur të pranishëm, është politika jonë, familja në qendër të zhvillimit e të mirëqenjes. Begatia e shtuar për çdo familje nënkupton begati për ekonominë dhe për shtetin. Më shumë të ardhura do të thotë më shumë konsum, më shumë prodhim vendor dhe më shumë vende pune. Prandaj ne do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat do të shërbejnë si hipotekë për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Kjo është mënyra se si i vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore në vlerë prej 50 milion eurosh për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Trepçën do të rikthejmë në funksion të zhvillimit përmes investimeve të reja strategjike në bashkëpunim me një kompani me renome nga vendet mike, duke e kthyer atë në motor të ekonomisë sonë. Ekonomisë sonë do t'ja shtojmë edhe turizmin dimror si komponent të rëndësishme zhvillimi. Do t'investojmë 500 milion euro në projektin madhor të Brezovicës, si dhe në rezortin e ri të skijimit në Dugazhin në Bjesht të Rrugovës, duke i shndruar këto zona në destinacione të rëndësishme turistike, rajonale dhe evropiane. Në sport
do të investojmë 250 milion euro për ndërtimin e 20 stadiumeve të futbollit në 18 komuna të Kosovës, anë e mbanë Republikës, për të siguruar infrastrukturën e nevojshme sportive për të rinjtë tonë dhe lojrat mesdhetare 2030. Të gjitha këto projekte infrastrukturore nuk janë thjesht pika në hartë apo shifra në buxhet, ato janë mjete që lidhin njerëzit me punën, prodhuesit me tregun dhe vendin ton me të ardhmen. Duke përfunduar rrugët që kemi nisur dhe duke filluar projekte të reja strategjike, unazën e Prishtinës, autostradën Gjilan-Prizren, nga Banulla në Përshtime e në Qafë-Dulës dhe magjistralen e Dugagjinit, nga Istogu në Pej, në Deçan, në Gjakov e deri në Prizren, ne po ndërtojmë infrastrukturën që i jep hov e kuptim zhvillimit ekonomik, që e shpërndan begatin në çdo rajon dhe që e bën shtetin funksional për çdo qytetar. Mirë po rrugët, stadiumet, digat, kapacitetet energjetike dhe investimet industriale janë vetëm mjete, vetëse mënyra. Ajo që ka rëndësi është qëllimi, synimi, një shtet që punon për qytetarin, një ekonomi që krijon vlerë dhe një shoqëri që ecën përpara pa lënë